Bravo. Atere, në dua ta kap nga fjalia e kolegut që i drejtove zotit Edi Rama. Kush ishte? Zoti kryeministër. Po, Po. Që? Dil nga ullia që t'ka futur Berisha. Dil të lutem. Dil. Ky popull ka nevojë për ty. Ktheu. Come back. Baby, come back. Baby, come back. Ai e kapi shumë vonë. Po. Që i tha unë nuk merrem më me ty. Duhet ta filloj thash nga fjalia e kolegut tim që mbështetja e kryeministit dhe pjesës së ai që përfaqëson. Pjesa që është votuar nga shqiptarët. Iq dorë nga udhia ku ke vajtur dhe hap syt të ndihmosh njerëzit që janë shumë që kanë nevojë. Ndini pak këto pamje. Miqtë e emision që thu, sot kemi dalë në fshatin Jup të Katunit të ri të rrethit Durrësit. Këtu jemi në familjen e zotit Flor Baqa. Kjo familje jeton në kushte të jetë të vështira. Shtëpia që ndodhet mbrapa meje është tërësisht e rënuar, sikur mos mjaftoi kushtet e jetesës të vështira. Kjo familje ka edhe një fëmijë të smur i cili është me leuqemi, por më tepër ju ftojmë të shikoni pamjet se ku jeton kjo familje. Ju këtu jetoni bashkë me familjen tuaj? Këtu jetojmë ne. Sa kohë ke që jeton në këtë gjendje? Kam 11 vjet. 11 vjet. Më po. Sa antar të familjes jeni? 5. 3 kalamaj dhe vetëm një bashkë. Po fëmijët janë në shkollë? Në shkollë. Po për të ngrënë si ja bëni? Kur po në ditë marr një 9.000 lekë të çunit. Vetë kur punoj, më shumë mendima. Po shtëpia gjatë kohës që bie shi, futet shiu brenda? Po pikon. Se shohim se çatia është dëm. Aty futet. Aty futet. Këtu futet. Ku garant që ranë savotimi i tavanit, ka ranë shi edhe ka ranë savotimi. Po ndoni ndihmë ekonomike merr nga komuna? Jo nga komuna, jo. Asgjë. Zojnë, ke gjëra për t'ju gatuar fëmijëve, çfarë ju gatuan? Që do bëj? Nuk kam që të bëj. Po s'kisha, shkosh e këti qonet beresime marë, nuk t'ipshin. Dhe i thash nusë zgjaj, tash mepi pak miell tash sa të bëj një bukë kalamajve. Sa kohë të zgjati kjo situatë në këtë formë? Po 3 ditë i kanë tash. Pastaj shkova në komunë, mora 2 thas miell. I thash e ti shkova me kalamajt atje. Çuna mall, mora i rat çunet mall fik atje. Ai detyruam të çojmë në dyqan. Mora 2 thas miell që kam jetu. Boshen ajo këto njerëz të mi që kam këtu afër që më kanë ndihmu. Çfarë kërkon nga shteti shqiptar? Çfarë kërkoj? Më rregulloj shtëpinë tash, më ndihmoj. Ato marr shtëpia unë gjithë punë, rri gjithë natën çut, hampos mbi tavani që mos më zë kalamit të mrena. Vin këta për t'ju kërkuar votën? Por i vin. Pasi e marrin votën, vin herë tjetër më? Jo, nuk vin më. Si ke emrin? Famjan. Sa vjeç je ti Famjan? 9. Çfarë po bën tani? Nuk. Po ti më lule si ke emrin ti? Valentina. Sa vjeç je ti Valentina? 6. Ke mësuar të lexosh? Po. Valentina, të lutem, na lexon çik këtu, çfarë shkruan këtu? Kur nuk kishte telefon. Çfarë ke dëshirë të bësh kur të rritesh ti, Valentina? Mësuese. Çfarë? Mësuese. Si ke emrin ti? Marian. Marian, kur të rritesh çka ke dëshirë të bësh ti? Polic. Polic? Pra, kjo ishte familja e varfër. I drejtohem, si të thash kryeministit, nuk është faja jote fakt që kjo familje është e varfër. Ti ke faj që nuk po bën asgjë që këtë familje ta ndjerë sa do pak ajo varfëri që ka. Lëre Everogjen, lëre avionët, lëre mushkonjat t'i bëjnë ata që duhet t'i bëjnë, ti merru me politikat administrative. Qaja unë ku lexoja bukuria që vret Migjenit. Po ta shihte Migjenit do qante dhe ai vet për këtë. Ta shifte Migjenit e kishe ikë menja.
Nese, mi nderuar, unë kam bindjen, absolutisht, që kësaj familje do t'ju ndryshoj sa do pak jeta. Kam bindjen, po. Për të mbyllur pak me hepi, këto janë fotot, të lutem, këto janë fotot që na kanë ardhur në adresën tonë të Facebookut. Bëhet fjalë për qytetin e Librazhit, një qytet që unë kam jetuar gjatë sa vite, ka qenë i bukur atë kohë, po sot është kjo për invalid. Për invalid, si shkoni që gjeta binderuar në ekranën një polic edhe një me targa greke. Ai me targa greke ka bërë një gabim se ka parkuar jashtëzakonisht keq në vendin që është për invalidët. Ndërsa makina që shikon këtu që është 0920 policia është e komisarit të policisë së qytetit Librazhit. Ecë aty plako, jet. Ha, Allah. Edhe herë. Ktu. Edhe herë. Allah, ha. Edhe herë. Urime. A çaçuni, më fal. Bravo. Sepse komisari policisë. E di ku e ka parku. E shikon ke vija të bardha, a çaçuni komisari. Sepse komisari policisë të Librazhit e di që në Librazh nuk ka asnjë invalid. Bravo. Jo, po shikoj, problemi është këtu. E di pse është kjo foto, më thënë ai që ka sjell faleminderit, nuk po ta themi për privacy. Shefi komisariatit, komisari policisë. Në vizat bardha. Ndalojnë vizat bardha aty urgjent për shku për të kapë të çunit. Kush je ti valla që parkon në vijat e bardha? Shu i tha, pastaj dolën të një orë dhe ulën ke kafja të pinin nga një kafe. Bravo. Do kujtohet historia atij që i thosh atyre fëmijëve, "Ore çuni, mos e kput mordegën e pemës." Mos e kput mordegën i tha çuni dhe kputi i pemë move për traf çunin. Mos e kput mordegën zoti fare. Mi nderuar, mund ma dërgoni në adresën tonë të Facebookut foto denoncime pafund. Personalisht, unë dhe kolegu im do t'ju përgjigjemi. Do t'ja qëndisim, do t'ja qëndisim. Natën e mirë dhe përshëndetje. Natën e mirë dashur miq. Komisari policisë. Komisar. Vazhdo punën komisar. Nona je, nona. Nona, njish. Madje unë të këshilloj, jo kështu. Dën ke vija të bardha. Trinje vajza. Flonca.